Mirë, si që përshruam pak më herët, sot do flasim për atë ngërkesë që po e ndjen çdo fëmijë, çdo prind, çdo mësues, bëhet fjalë për ngërkesën në shkolla, meqense sot fokusi nga qenë totalisht tek 1 qershori dhe tek të vegjëlit tanë. Nganjëherë lindin diskutime të shumta, apo rritet sësia, por jo cilësia, apo po ndodh ana sjellta, mos ndoshta prindërit shqetësohen pak më tepër se ç'duhet për fëmijët e tyre dhe mendoj që bashkë me shkollën vjen edhe një ngërkesë e shtuar gjatë viteve të fundit. Perceptimet janë të ndryshme, patjetër qëndrimet dhe interpretimet, kështu që ju prezantojmë të ftuarit që kemi zgjedhur për ditën e sotme pikërisht për temë për të kuptuar më shumë edhe këndvështrimet e tyre. Përmes një lidhje të drejtë për drejtë jemi me Ermal Hasimen, pedagog. Mirëmëngjes, të përshëndesim Ermal. Ndërsa në studio kemi Entela Alushin, drejtoreshe Jeronim Deradës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe Sania Gorini, drejtoresh në një shkollë diçare. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë, tani nisim Ermali me qenë se e kemi edhe më në distancë. Ermal, me kë bësh palë, me prindërit që mendojnë që ngërkesa në shkolla është shtuar, çanta ju rëndon më shumë, ka më shumë volum, kurrikula është komplikuar, apo thjesht je kundërshton të tërën dhe je me të vjetrën, që shkollat shqiptare janë të lehta akoma, nuk është se janë aq të vështira sa që prindërit i bëjnë. Ka një prirje të përgjithshme që është në përmasa kulturore, për të u bërë brezave të rinj jetën sa më të lehtë, me më pak strese, vështirësi, sfida etj. Dhe është pasojat e kësaj ne i shohim përgjithësi, jo vetëm te shkolla. Nga pikpamja ime tekstet shkollore dhe jo vetëm e imja, po tekstet shkollore janë shumë më si përfaqësore, shumë më të lehta se sa kanë qenë më përpara. Edhe në krahasim me kurrikulumet e fundit, kur ndryshuan para 6-7 vjetësh, nëse s'gabohem, lere më pastaj me ato të tjera që kanë qenë më përpara. Falni. Dhe janë pak krahasueshme me ato që kanë bërë unë në shkollë, le të themi. Për që kjo është një prirje e përgjithshme kulturore, e cila ka ardhur fakt nga një presioni i shoqërisë, i prindërve kryesisht, të cilët mendojnë që fëmijët do të lodhen sa më pak. Njëtën shmangje të ngarkesës, stresit, lodhjes, ja u kanë garantuar fëmijëve në gjitha fushat e mundshme. Dhe rezultati gjithë kësaj janë breza të tërë fëmijësh të cilët janë, për ta thënë me gjuhë popullore, palluqe. Janë fëmijë të cilët nuk janë mësuar të mbajnë asnjë lloj ngarkese, të përballojnë asnjë lloj stresi, të cilën vështirësinë e parë Ermal, mos ndoshta se prindërit tangojnë vazhdimisht për të ngarkesën e fëmijëve, për detyrat që bëjnë jashtë orarit. Mos janë edhe prindërit më të ngarkuar sot? Pra të dy prindërit janë në punë, pra ka ndryshuar dhe modeli i familjes shqiptare? Po, nuk është ky, domethënë prindërit patjetër që janë ngarkuar me punë, por kjo nuk është një arsye e mirë që fëmijët të përgatiten më pak për jetën. Por jap një shembull që ta kuptoni se për çfarë po flas. Po të hapni, me qenë se dhe keni dhe zonjën e nderuar aty nga shkolla, që drejton shkollën, Deradan, nëse s'gaboj, se nuk e shoh juve, unë shoh vetëm një ekran. Kemi 2 zonja që drejtojnë 2 shkolla, po. I përshëndet që të dyja, sepse vërtet drejtorët ditët e sotme kanë punë shumë të vështirë me brezat që kanë dhe me prindërit, në fakt, mbi të gjitha. Dhe besoj që dhe ato më kuptojnë, duhet ta njohin dhe kurrikulumin e shkollës, po të hapni librin e fizikës, do ja vetëm një shembull thjesht, librin e fizikës së klasës 7, kapitulli 3, tek 3.1-shi, do shikoni që mësimi i fizikës, klasës 7, fillon kështu: ne jetojmë në planetin Tokë. Ditën shikojmë diellin dhe natën shikojmë hënën. Do të thënë, ne presim që nxënësi ta mësoj në klasë të 7 të 9 vjeçares që jeton në planetin Tokë. Ku është problemi? Problemi është tani nxënësi e merr e lexon këtë tekst, s'ka ç'a të mësoj, se natyrisht e ka mësuar që 3 vjeç jetojmë në planetin Tokë dhe nuk ka ku ta kapi. Mund t'ju jap shembuj të tjerë pafund. T'ju jap me që jemi prapë te fizika, dhe fizika e vitit parë gjimnaz. Ka qenë plot me formula më përpara që stërvisin dhe aftësinë sintetike, aftësinë abstraguese. Sot mund të ketë gjithsej 3-4 formula. Po të hapësh shosh për shembull kod, po them tash një mësim lëvizja browniane, lëvizja molekuleve. Aty nxënësi i gjimnazit, i vitit parë gjimnaz, mëson që ajri është i përbërë nga molekula dhe këto molekula lëvizin në mënyrë të pareshtur. Pra, Ermal, ti po thuaj që se ç'a mëson. Kurrikulat, libra, tekstet janë thjeshtësuar. Po ka një problem të madh. Sepse tekstet shkencore janë përkthyer nga anglishtja. E para janë përkthyer nga një vit më poshtë.
Dhe një nxënës si janë sot që është supozojmë në klasë të 7, realisht është duke bërë klasën e 6 në Angli. Dhe problemi është ky që ne duham nga njëra anë që nxënësit do më të lodhen sa më pak, stresohen sa më pak, ti mbarojnë detyrat në shtëpi, mos bezdisin prindrit, të dalin gjithë të shkëlqyer me 10, e keni parë se si në çdo 3-4 fëmijë njëri është i shkëlqyer, merr dhe bursa bashkia. Kur vjen puna pastaj për të matur realisht, kur vjen ai rezultati i PISA-s, atëherë ne kuptojmë që jemi në fund tabelës dhe kemi qenë duke përkëdhel veten, duke e marrë me të mirë, duke bërë shefin vetes. Më lejo të lutem. Fundit në Europë. Po ajo çanta që rëndon, që çdo fizioterapist i mundshëm u sugjeron prindërve, sidomos për të vegjëlit, që t'ua mbajnë prindërit sepse do ndikojnë në fizikun e tyre. Mos harrojmë që lodhja, rropatja ndikon drejt për së drejtë në shëndetin mendor, psikologjik. Është metonimi shumë e gabuar që ta reduktosh shkollën te pesha e librave. Shkolla nuk është peshë librash, nuk është çantë, nuk është as bank, as dras, as mure. Shkolla është dije. Shkolla është përcjellje, procesi përcjelljes së dijes nga një brez tek tjetri. Ky problemi i çantës mund të zgjidhet, ka mënyra të ndryshme. E qartë. Ermal, nëse do mundesh qëndro dhe pak me ne për ta bërë bisedën edhe interaktive me mësuesit drejtuese që kemi në këtë studio. Zonja Sani e ka diçka për të thënë. Është zysh fizike, kështu që jemi në fushën e saj. Normalisht bie dakord me mendimin që shkolla nuk duhet të identifikohet me disa vështirësi teknike. Domethënë, këto janë vështirësi që paraqiten për grup mosha të caktuara dhe ne prindrit i suportojmë në këtë drejtim, por pjesa jonë më e rëndësishme është pjesa e formimit akademik të nxënësit. Dhe kjo duhet parë në disa drejtime, duhet parë tek mënyra se si ne po përpiqemi që ta përshtasim këtë kurikull të re, sepse kurikula në vetvete është një reform që kërkon edhe burime njerëzore të përgatitura, një reform që kërkon edhe risi, një reform që kërkon edhe tekste të mirë menduar dhe të mirë përpunuar. Jam me mendimit që tekstet vërtet janë lehtësuar, sepse në qoftë se do t'ju referohem shembujve që sapo përmendi zotria, unë e kam vënë re vetë si mësuese e kësaj lënde që vërtet ato janë informacione që nxënësi i merr që në klasën e 4. Domethënë që në ciklin që sot kemi nxënës që ka një pajisje teknologjike në duar dhe akseson çdo informacion mundshëm. Ky është problemi. Ne përpiqemi që të fusim të implementojmë një kurrikull potencialisht pozitive, sepse ne duhet patjetër që të jemi krah me botën. Domethënë, ne nuk mund të përgatisim më një nxënës që thjesht të riprodhoj, se vim tek fakti që prap përsëri citoj zotria, që vemi në PISA edhe pastaj nxënësi nuk është i përgatitur thjesht për një format, për një detyrë, për një ushtrim, nuk është i përgatitur për një provim kompleks që është PISA. Ne kemi diskutuar shumë gjatë këtë çështje. Dhe megjithatë unë më shoh faktit që ne duhet të punojmë në disa drejtime, duhet të punojmë në kualifikimin e stafeve tona pedagogjike, sepse lehtësim nuk do me thënë që ne të bëjmë pjesën e kurrikulës, të rrisim kompetencat, sepse është të përshtasim nxënësit me këto kompetenca, që nxënësit jetë i aftë për të përballur me jetën, nxënësit jetë i aftë që të mendoj, të zgjidhë probleme. Po të jetë barabartë edhe me Shtetin e Bashkimit Evropian. Pikërisht. Sot është tu pustimi mund të ta tjene nesër. Bravo, këtë tentojmë, por mënyra se si ne po e bëjmë ka nevojë për dorë. Ka nevojë për. Marrim një mendim edhe nga Entela, zonja Lushi, nuk do t'ju shtoja asgjë atyre që u tha më sipër, por ajo që unë të shtoja ishte që në mësuesi duhet ketë parasysh programin. Libri është një nëndim të mësuesit, ndërsa programi është ai që është thelbësori dhe aty mësuesi mbështetet. Jam shumë dakord që librat janë lehtësuar dhe kanë një uri ndoshta më të thjeshta, por ne duhet kemi parasysh një gjë, që sot fëmia punën më të madhe duhet ta bëjë në klasë. Që do të thotë mësuesi duke pasur një program, duke pasur sigurisht një libër dhe duke pasur kushtet dhe infrastrukturën në klasë për këtë orë mësimore, atëherë ai është në gjendje që edhe nëse libri ka disa gjëra të cilat ndoshta nuk i përgjigjen sa duhet nivelit të nxënësit, pra është programi dhe unë e vë theksin gjithmonë te kjo gjë. Nuk është libri, është programi. Vërtet libri është në ndihmë të mësuesit, por është programi ai që duhet zbatuar nga mësuesit dhe ne duhet të punojmë në këtë drejtim që mësuesët
të trajnohen dhe t'i vihet një theks shumë i rëndësishëm kësaj gjëje, që mësuesi duhet jetë zbatues me përpikmëri i programit. Sigurisht, kurrikula e re ka një gjë thelbësore, që është e bazuar mbi atë që nxënësi bën. Dhe këtu ne duhet përsëri të bëjmë një punë shumë të madhe. Pra, shtimin e laboratorëve, punën që nxënësit bëjnë në klasë, sepse ai duhet ta preki, sepse nëse një koncept preket dhe bëhet në klasë nëpërmjet eksperimenteve, nëpërmjet asaj infrastrukturës së shkollës, atëherë ai është një gjë që mbetet tek nxënësi. Ne në një farë mënyrë kemi mbetur një shkollë me në qendër mësuesin dhe këtë nuk e mohojmë dot. Sado që kanë bërë ndryshime, sado që vazhdohet të bëhet ndryshime dhe t'i vihet theksi kësaj gjëje, ne përsëri nuk jemi aty ku duhet. Dhe kjo na bën ne që të shkojmë më afër botës. Pra duke e sjell nxënësin në qendër dhe jo mësuesin. Dregoni pak nga eksperjenca juaj në mësimdhënie. Po, keni diçka për të thënë. Kam për të shtuar dhe dua t'i mësoj faktit që mësuesi duhet të jetë elementi kryesor, sepse ne themi laboratori, por ka punë praktike dhe punë të tjera të cilat nxënësi duhet t'i bëj edhe me mjete të thjeshta, sepse ai duhet të përshtatet me jetën. Dhe jo të kemi mësuesi thonë do bëjmë këtë projekt dhe projekti kushton 50.000 lekë. Kjo është një ankesë që unë e kam dëgjuar nga shumë prindër që ndodh rëndom. Projektet mendohet që të bëhen me mjete rrethanore, që nxënësi të vëjnë në zbatim ato dije që ka marrë në procesin mësimor në lëndën, mund të bësh punë laboratori shumë të bukura me mjete shumë të thjeshta. Do me thënë, mësuesi mendoj që duhet të jetë jo thjesht mbartësi i mendimit apo i ides apo i tekstit apo i programit, duhet jetë udhërofyesi i nxënësit. Zotja Simja, një koment se dim që e keni kohën të limituar. Paradoksalisht janë disa probleme këtu, por paradoksalisht ky problemi i lehtësimit e bën më të vështirë situatën. Do thënë, çështja është që nëse ti vendos një tekst të thjeshtuar si përfaqësor, për shkrues, për më tepër, s'ka analizë brenda, s'ka sintezë, ja ishte lloj mundësie nxënësit. Dhe nxënësit si pikë referencë të parë ka librin, aq më tepër ata që se kanë mendjen mësim dhe shkojnë në shtëpi pas edhe mësojnë libri, dhe libri është referencë e rëndësishme gjithsesi, prandaj edhe ekziston. Rezultati është që fëmijët paradoksalisht me një tekst më të thjeshtë, me një tekst përshkrues, pa analizë brenda, pa teori, e ka më të vështirë ta mësojë mësimin sepse s'ka ku të kapet, nuk ka ku ta kuptoj. Do të thënë, ç'a ndodh? Ti e lexon tekstin me idenë për ta ndihmuar nxënësin që të lodhet sa më pak, ndërkohë ai ka më të vështirë sepse nuk i kap dot fijet, duhet i kapi të gjitha komponentet, dhe ato komponente analizës, sintezës nuk e ka. Dhe kjo e vetmja zgjidhje për këtë pastaj është kjo, që ti të kesh mësues nëpër shkollat tona super të përgatitur, të cilët në fakt duhet bëjnë pastaj punë shtesë me materiale shtesë, duhet i gjejnë vetë nga interneti, nga ndoshta kurrikulumet vjetra ose kurrikulumet të vendeve të tjera, që t'i përshtasin. Po sa mësues ka që e bëjnë këtë gjë? Shumë pak. Ka shumë mësues që kanë atë durimin, ngjenë dhe përkushtimin e dur që të marrin ta bëjnë këtë lloj pune. Që ky është problemi. Ato tekste që thash, shembujt që thash nga fizika janë kudo, nuk janë vetëm te fizika. Matematika mund të jap pafund nga to. Po çfarë të doni? Mund të jap. Zotja Simja, të neglizhencën e mësuesve çfarë shkakton? Janë vitet, është rëndesa. Mësuesi, jo, janë gjitha gjërat pas, po ne kemi prirje që t'ia vëmë fare mësuesve. Mësuesit janë pjesë e kësaj shoqërie. Ka mësues të përgjegjshëm, përkushtuar, plot. Sigurisht. Nga ata pastaj që thjesht marrin rrogën, e bëjnë këtë punë. Do të thënë me të njëjtin përkushtim që mund ta bëjnë. Janë politikat në përgjithësi që çojnë deri tek mësues që thjesht paraqiten nuk performojnë. Po nëse kjo është e përgjithshme në gjithë botën, se nuk është vetëm ne. Ky është fenomeni i përgjithshëm. Po ka diçka. Nëse ti dëshiron vërtet që ta aktivizosh mësuesit, duhet t'i japësh dhe autoritetin e duhur, duhet t'i japësh edhe instrumentet e duhura që ai mund ta kontrollojë dijen, që të jetë strikt në vlerësimin e tij etj. Këtë mësuesi nuk e bën dot sot. Sot ka një lëvizje tektonike në Shqipëri. Nëse mësuesi dhe po ja u jap skemën se si funksionon, se tash gjithkohë jam në kontakt me mësues, me drejtues, me nxënës, me prindër etj. Dhe ç'a ndodh? Në një klasë me 30 veta, 30-35 veta, standardi shkollave publike, po thema, në përgjithësi, jo në Tiranë.
në këtë klasë ti ke 6, 7, 10 prindër të cilët duan patjetër qoftë për egon e tyre personale që fëmijët të dalin me 10. Problemi është që fëmija mund të jetë 8, ata kërkojnë patjetër 10. Edhe e marrin në fund, sepse mësuesi nuk ka kush e mbron realisht, ta themi cop tani. Domethënë, prindi mund ta gjejë mënyrën, po heqin pjesën e dhuratave etj, po mund ta influencojë, fut mik të merr gjend deputetin e zonës. Themi dhe shoqëri pak e vogël ne edhe. Filan person etj. Dhe çfarë ndodh? Mësuesi detyrohet ta lëshojë dorën për ta nxënës. Pra për një pjesë të vogël klasë, kur e lëshon dorën për ata detyrohet ta uli stekën dhe ta uli standardin për gjithë klasën. Për të gjithë. Rezultati është ky që ata nxënës që i ke sot të 8 dhe ti u vën 10, mas një viti nuk i ke më të 8. E din shumë mirë mësueset që janë aty zonjat e nderuar. Mas një viti këta nxënës kanë shkuar te 7. Mas një viti tjetër kanë shkuar te 6. Aman duan prapë të marrin 10-ën. Po kur ndrohen ciklet, nga 9-vjeçare në gjimnaz, nga gjimnazi në universitet. Një nga kalimi. Ti ke plot nxënës të cilët janë real, po të shohësh janë me nota 10 në për ato certifikatat dhe ftesat e tyre, në fakt realisht janë te 5 dhe te 6. Ta vërteton edhe PISA këtë gjë, nuk është me. Po, ai është raporti që na vjen gjithmonë shumë plak për arsimin. Zoti Arsimia, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe mendimin. E vlerësojmë shëndrimin tënd. Ndërkohë, e sjell bisedën në studio. Referuar asaj çfarë Ermali tha pak më herë, nxënës që nga 10-ta përfundojnë pas sa vitesh, momentin që ndrohen ciklet, në nota më të ulta. Jemi shoqëri që e duam 10-ën. Jemi përgjithësi shoqëri që duam vetëm 10-ta, pavarësisht. Se ka mësues që i duan dhuratat një herë, ta nisim këtu. Këtë nuk e di, duhet pyesni mësuesët. Ajo është një gjë. Unë personalisht në fakt e kam bërë thirrje edhe herë tjetër këtë dhe do ta bëj prapë. Mos u merrni me pjesën e mësuesit në kuptimin e asaj ditës 7 marsit se komentohet aq shumë. Unë mendoj ose të dhuratave. Mendoj që gjërat janë personale, gjithkush përgjigjet për veprimet që bën. Mendoj që përveç pjesës së dhuratës, mësuesi sot është indikuar nga ajo që u tha më sipër, pra që është i pambrojtur në këtë kuptim, sepse ka ndërhyrje të sistematike, të cilat e bëjnë që ai ta lëshojë notën ndoshta dhe më shumë se duhet. Jo vetëm ndërhyrjet, po dhe prindi shpesh herë është, të themi, i dhunshëm në kuptimin jo fizik, po i dhunshëm në atë presionin që i bën mësuesit për të marrë notën. Ndërkohë që ajo nota do t'i peshoj më vonë dhe nuk do t'i hyjë në punë. S'ka asnjë vlerë. Nuk ka asnjë vlerë. Por kjo është, ndërsa për atë të PISA-s do thosha diçka, desha të shtoja diçka këtu. Mendoj që ne na mungon, unë e kam theksuar gjithmonë dhe vazhdoj ta theksoj, ne na mungon shumë pjesa praktike. Pra, nxënësit në teori, ne mund t'i kemi të mirë, edhe nëse shkolla nuk e ofron, të themi 100% atë cilësinë e mësimdhënies në bazë të shumë faktorëve që ndikojnë, ne pjesën praktike e kemi pjesë që na çalon. Pra, nxënësi nuk di të bëj. Pra është në shumë teorik se sa praktik. Dhe kjo ne them unë që na penalizon shumë edhe tek PISA, sepse çfarë do të thotë praktik? Do të thotë që ti atë teori që merr, të nxjerrësh përfundime, pra jo të riprodhosh. Ne vazhdojmë të jemi tek riprodhimi dhe këtë nuk e mohojmë. Fakti që prindrit kanë një ankesë të vazhdueshme, që ka ngarkesë, sepse na e thon vazhdimisht, është për shkak që kemi më tepër volum në detyra shtëpie, por jo cilësi, pra jo informacioni i cili mendoj, sepse është... Apo janë prindër që janë ngarkuar në detyrimet e tyre profesionale? Kjo është me vend, sepse shumë prindër, domethënë në mënyrë të vazhdueshme, pyesin, kërkojnë mendime dhe pastaj ata normalisht do dalin në konkluzionet e tyre, sepse ata janë prindër në fund të fundit dhe ata njohin nga shkolla atë pjesë që ne vetë prezantojmë. Domethënë, sa është punuar me këta prindër që në momentin që regjistrojnë fëmijët në klasën e parë, sa komunikohet, sepse unë e kam thënë dhe herë tjetër, çështja e shkollës është dhe çështje besimi. Ne nuk jemi në një institucion që prodhojmë gota, nuk jemi në një institucion që prodhojmë bateri, ne prodhojmë njerëz. Po ka familje, se më lero ta ndërtoj këtë shqetësimin e familjeve, ka familje që paguajnë mësues ndihmës jashtë shkollës për bërë detyrat e shtëpisë, vetëm e vetëm nga që nuk ndihmojnë dot në kohë fëmijë. Unë jam e mendimit që ne duhet t'i përgatisim fëmijët që të jenë të pavarur. Dhe pse nisa që në klasën e parë, sepse prindrit nga klasa e parë deri në klasën e 4
përpiqen që të shikojnë ato fletoret me shkrimin e rumbullakët, me gërmat e bukura që të mburen me njëra tjetrën në përkafe se kush fëmijë shkruan më bukur. Jo, është e vërtet. Unë kam një jetë me fëmijët edhe jam pranë këtij fakti. Ja, dhe thonë, ja, fëmija im shkruan më bukur se fëmija yt. Jo, shkruan bukur dhe heqim pjesën esenciale. Fëmija duhet të mësoj të jetë i pavarur. Për ne mësuesët është e rëndësishme që ai të ketë konceptin që kjo është gërma dhe ndryshon nga gërma nga ato dy kaçurelat që ka në kokë. Dhe jo sa bukur e ka rumbulla kosur, sepse ne nuk po flasim për kaligrafi. Okej, një nxënës që ka aftësi të shkruaj bukur, shumë mirë dhe, por ne duhet të rrisim aftësinë që ai fëmijë të përpunoj mendimin, që të bëj pyetje. Po kemi prindër më bashkëpunëtor, nuk e di, zonja Andela mund na tregoj. Unë mendoj që kemi prindër më bashkëpunëtor në vitet e fundit, që kanë një interes të shtuar, që interesi sigurisht, interesi i prindërve është i shtuar. Problemi i prindërve është sepse ata nuk janë prezent. Pra, ata e kanë interesin nga shkolla. Patjetër që është, sepse vajtja në ato after school-ët është pikërisht kjo arsyeja që ai duke mos qenë prezent, tash kjo është normale sepse njerëzit do punojnë, kanë orare të zgjatura, por kjo sjell edhe atë ndarjen dhe jam shumë dakord me zonjën që thotë fëmia duhet të ketë pavarësi, por kjo pavarësi krijohet nëse prindi në familje, në shtëpi, i krijon atij një rutinë të përditshme, pra i kërkon çdo ditë që ai të ketë disa orare për të bërë ato mësimet dhe rutina krijon disiplinën. Dhe në këtë mënyrë, duke krijuar një disiplinë në përgatitjen e fëmisë, ai fillon krijon dhe pavarësinë. Ndërsa në after school, ai thjesht bëhet një robot, kalon nga shkolla dhe kjo sjell mbingarkesën. Sepse fëmijët nuk kanë një ndihmës të dur, shkojnë në after school, mësueset në after school duan të tregojnë që po bëjnë punën e tyre, është e drejtë e tyre, dhe në këtë mënyrë krijohet një ngarkesë shumë e madhe, sepse ndodh që fëmia në after school nuk arrin të mbarojë as detyra, sepse mund të merret me një lojë, me një shok, dhe ato nuk duan t'ju aprishin dëshirën, shkon dhe në shtëpi mbasi ka mbaruar after schoolin, dhe mos harroni që fëmia në klasë të parë të dytë nuk duhet të studiojë mbasdite më shumë se 45 minuta, sepse ai nuk ka më asnjë lloj ai, domethënë ti në klasë të parë përfundimisht aty i ke mërzitur shkollën. Pra, dhe kjo nuk sjell. Pra, mënyrë se si ne ja servirim fëmijëve. Kjo është problematika dhe unë prandaj duhet marrë. Kemi kohë. Edhe kohën mirë se kemi, por që duhet të zarrojmë çdo pyetje të mundshme, që t'japi mesazhe e duhura. Ideja është që prindrit duhet të jenë më bashkëpunues me mësuesit, mësuesit duhet të jenë më të hapur me prindrit. Domethënë, çdo problematik duhet thënë pavarësisht se nuk peshon. Duhet të marrim pak nga programet e vendeve skandinave që edhe orën e mësimit e zhvillojnë në kopësht në natyrë. Sa rol luan mos përgatitja prindërve? Pra kemi të bëjmë me prindër të cilët ndoshta nuk e kanë arsimin e duhur, nuk e kanë formimin e duhur për pos kohës që e kemi. Kjo këtu pastaj sjell problematikën e shkollës. Pra sepse kemi parë fëmijë të cilët ju a bën prindërit e tyre të shtëpisë dhe prindërit vetë kanë gabim. Problemi më i madh që mund të ndodhi sepse prindërit kanë vetë gabim. Absolutisht që po. Unë mendoj, pra thash rutinën, që është kryesorja, thash dhe këtë pjesë që nxënësit fëmia nuk duhet ndihmuar në shtëpi. Absolutisht në ndihmuar po, për krahur duhet thënda jo fjala e mirë, jo vetëm kritika, sepse nga njerëz kanë kohë dhe i turren fëmijës dhe vetëm e kritikojnë. Shkruajmë bukur. As bëhet fjalë për bërjen e detyrës, por këtu unë vazhdoj të qëndroj tek ajo pjesë që nëse në klasë punohet në mënyrë praktike. Sigurisht mësuesi ka problematikat e veta, të cilat ne i mbështesim dhe nuk i heq as diçka. Por ama nëse në klasë punohet mirë dhe fëmia është mirë, ai fillon krijon dhe pavarësinë në shtëpi. Pra nëse e kupton mësimin në shtëpi, ai është bërë sa më praktik të jetë i mundur. Kjo është arsyeja që themun mësuesja në qendër. Mësuesi patjetër që e orienton nxënësin dhe kjo është kryesorja, por aman mësuesi nuk duhet të jetë ai që vetëm të shpjegojë, mësimi del nga nxënësi. Pra nëpërmjet pyetjeve që mësuesi një komunikim real që ndodh aty për aty. Dhe ajo jo vetëm një rrugë. Kjo krijon mendimin kritik. Ne themi që kemi vështirësi, kemi tekste të thjeshta, kemi shumë bukur. Me një gjë shumë të thjeshtë ne mund të shpjegojmë me vjetra dukuri. Ne flasim për ligjin e Arkimedit. Ligji i Arkimedit, nëse do ta shikosh dhe do ta studiosh hap pas hapi mund të duket bravo nga më të vështirët. Një mësues i mirë,
një mësues. Prandaj unë ja theksin kualifikimit të vazhdueshëm që duhet të ketë mësuesi. Një mësues i mirë mund ta spjegoj edhe me një fëmijë që noton, edhe me një vark letre që përgatit dhe vendos në një legendë. Se do të jetë fizika e bën mësuesja. Fizika, unë personalisht i matematikat e fizikës. Pra gjën mënyrën për të shkuar ti tek ata. Pikërisht, mësuesi duhet të shkojë tek ata. Një të fundit, sa e rëndësishme është nota? Nota, nota është një si matse, por... Edhe për vijimin, për karierën, por nota nuk tregon asgjë. Ne duhet i vëmë theksin gjithmonë njohurisë. Me fjalë nëse nxënësi nuk ka... Jo njohurisë, se dhe ke njohuria unë kam i problem, në mënyrën se si ai e ripërsërit ose si e riprodhon. Absolutisht, sa i aftë është ai që atë njohuri ta vërë në zbatim. Kjo është ajo që ne duhet shohim. Dhe për këtë, në fakt, shërbejnë ato projektet të cilat nuk duhet të jenë kopje nga interneti dhe fut aty dorëzoca letra, jo, ato duhet të jenë mendime kritike të fëmijëve, pra çfarë ata në bazë të njohurive që kanë marrë, si ata arrin të bëjnë diçka vetë. Dhe kjo është aftësia e mësuesit. Dhe me pesa mund të është piloti. Vjeta i duhet më shumë prindërve. Për të mburur shoqeve, thamë pak më parë në duhet të përmend një pedagog, po ai ka pas thënë që nxënësit më të mirë në jetë bëhen ata të tetës. Nuk do ta thosha me emër, mesatarët janë gjithmonë nuk kjo është. Nuk është e vërtetë. Për të treguar që nuk është përcaktues. Jo, domethënë nuk është gjithmonë. Nuk është gjithmonë e vërtetë, por që përgjithsisht janë. Unë kam patur goxha teta. Prandaj e bëri sukses. Kanë qenë me 6 me 7 janë bërë sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën tuaj, edhe gjithmonë për mendimin tuaj dhe urojmë shumë që të zgjojmë atë mendimin kritik edhe tek mësuesit nga kjo bisedë. Gjithmonë vuan e gjithë shoqëria për mund të mbarë. Ndërkohë ne do të shihemi vetëm pas pak.